Ne nuk jemi një kuotë. Ne jemi po aq të zonja sa çdo burr në listën tonë. Mirë se keni ardhur në fushatën më të bukur në Shqipëri. Ka ardhur koha e të ndershmeve, ka ardhur koha e një ndryshimi të vërtetë. Tani do na shihni në çdo cep të Shqipërisë. Ne jemi fut kësaj rrugë dhe nuk ka kthim pas. Jepini vetes një mundësi, jepini Shqipërisë një mundësi dhe bashkohuni me ne. Partitë e vjetra ankohen shumë se s'ka të ri, por në fakt rinin e ka Partia Mundësia. Në 11 maj, me votën e lirë, ne do t'i themi me të kuqe. Për herë të parë, zëri ynë do të dëgjohet fort. Do të dëgjohet aq fort se do t'i shembi muret edhe themelet e këtij shteti oligark. Ditë më të mira do të vinë dhe unë jam i bindur që nga froni i përmbysur do të triumfojë prosperiteti. Mundësia për shqiptarët, mundësia për Shqipërinë. Unë dhe çdo kandidat i Partisë Mundësia do t'i shërbejmë këtij vendi me ndershmëri dhe dinjitet. Kjo parti është për ju, është për ne, është për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Koha e të fortëve që sillen si zotrin ka mbaruar. Koha e qytetarëve të vërtet sapo ka filluar. Është mundësia që nuk duhet ta lëmë të na ikë. Në 11 maj votojmë të gjithë numrin 10 Partinë Mundësia për ndryshimin. Votoni për njerëzit e ndershëm dhe adetar. Votoni për Agron Sheaj. Votoni numrin 10. Rrofë Shqipëria, rrofshin shqiptarët e ndershëm.